Kosi e ësëll në mëngjes ju shpëtoni jetën, ja si ta përdorni për të trajtuar këto probleme. Kosi është një nga ushqimet e bulmetit nga më të konsumuarat për shqiptarët. Ai nuk bëhet kur i mërzitshëm sepse mund të kombinohet në mënyra të shijshme dhe të ndryshme. Kosi mund të hahet me të ëmbla, me të kripura në mëngjes, në drekë ose në darkë për një vakt më të lehtë. Kosi është i pasur me kalium, kalcium, magnez, vitaminën B2 dhe vitaminën B12. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në këtë video do të mësoni më shumë për vlerat e kosit, sidomos në vaktin e parë të ditës, dhe mund t'i japë përfitime më të mira edhe për sistemin tuaj tretës. Kosi përmirëson tretjen dhe konsumi ditor veçanërisht në mëngjes, mbron sistemin tretës nga toksinat dhe bakteriet. Ai qetëson sistemin e rënduar nga inflamacionet dhe dëmet e shkaktuara prej tij. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ushqyese do të përmirësojë imunitetin. Kosi ka aftësinë të mbrojë imunitetin ta bëjë atë më të fortë. Imuniteti është më i fortë sepse kosi përmban minerale të dobishme si zinku, magnezi dhe seleniumi. Kosi është i mirë për tensionin e lartë të gjakut. Sipas të dhënave, kaliumi te kosi do të ndihmojë gjithashtu edhe në eliminimin e kriprave të tepërta nga organizmi dhe përmirësimi më i mirë që mund t'jap shëndetit tuaj në tërësi. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do t'jetë një mundësi e çmuar e shëndetit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Kosi është i mirë për shëndetin e kockave. Një filxhan me kos do të ofrojë të paktën 275 mg kalcium. Për këtë arsye, nëse e konsumoni kosin që në mëngjes, u keni dhënë kockave forcën e duhur për t'i bërë balë edhe komplikacioneve. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të mbajtur larg komplikacionet, sidomos edhe bakteriet e këqija. Kosi përmban probiotik të cilët eliminojnë mikroorganizmat nga sistemi juaj tretës. Nëse vuani nga fryrja e barkut ose diarrea, shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një mburojë shumë e mirë kundër këtyre komplikacioneve edhe të nxjisë një rezistencë më të mirë të organizmit në tërësi. Kosi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për personat pas një aktiviteti të caktuar fizik. Proteinat që gjenden te kosi i japin muskujve aminoacidet e duhura për to edhe për turi më këmbur pas një aktiviteti të caktuar fizik, duke i dhënë kështu shëndetit tuaj edhe në një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese në lehtësimin e komplikacioneve të nyjeve, sidomos edhe të muskujve të cilët kanë qenë në punë për një kohë të gjatë. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore është një përzgjedhje shumë e mirë edhe kundër problemeve alergjike. Personat që konsumojnë kos në përditshmërinë e dietës së tyre kanë më pak alergji, sidomos ato që vijnë nga problemet e stinës. Ndaj shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje fantastike për shëndetin tuaj. Kosi është i mirë për të rënë nga pesha. Kosi përmban pak kalori, kështu që përfshirja e tij në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për personat që duan të humbasin peshën e tepërt trupore. Kosi ndihmon edhe në mbrojtjen e kaviteteve tuaja, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Kosi i mbron në dhëmbët nga kavitetet. Kjo fal elementeve ushqyes të tij do të luajë një rol fantastik në rikuperimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Ekspertët e Healthline këshillojnë konsumin e kosit në përditshmërinë tuaj si një mundësi e çmuar për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Kosi është një nga ushqimet nga më të konsumuarit për shqiptarët. Ai mund të përdoret në forma të ndryshme i kombinuar me produkte të shumta. Kosi mund të hahet ashtu siç është, ose gjithashtu mund të kombinohet me produkte të tjera. Mund të përdoret në dallë, tarator, mund të kombinohet me fruta të stinës e të tjera. Kosi është i pasur me kalium, me kalcium, magnez, vitaminën B2, vitaminën B12. Ai është i rekomanduar për të vegjëlet, ku sipas një studimi të kohëve të fundit, personat që konsumojnë kos rregullisht janë më pak të riskuar nga alergjitë dhe problemet e stinës, duke i dhënë kështu edhe imunitetit në ndihmën e duhur në rigjenerimin e tij dhe lehtësimin e komplikacioneve.
Ekspertët Healthline cilësojnë përfshirjen e kosit në vaktin tuaj ditor si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese. Duke ditur kështu rëndësinë e madhe që ka ai për shëndetin, ekspertët këshillojnë që kosin të mos e ndani nga dieta juaj, duke ditur kështu rëndësinë e madhe ushqyese dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj kosi është një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin e nyjeve. Nëse hani të paktën një filxhan kos në mëngjes, u keni dhënë gjithashtu kalciumin e dur që shërben edhe për mbrojtjen e kockave dhe lehtësimin e komplikacioneve, duke i dhënë atyre një mbrojtje më të fortë dhe duke lehtësuar problemet. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një mburojë shumë e mirë për shëndetin e nyjeve. Kosi mban larg bakteriet. Kosi përmban probiotik që eliminojnë mikroorganizma të dëmshëm nga sistemi juaj tretës. Personat që vuajnë nga fryrja e stomakut ose diarrea duhet të hanë kosin në mëngjes. Kjo fal alternativës së tyre ushqyese, duke mbajtur larg komplikacionet dhe duke nxitur që të keni një organizëm më të fortë dhe më të shëndetshëm. Përfshirja e kosit në vaktet tuaja ditore do të nxjisë një rritje më të mirë të imunitetit tuaj në tërësi, duke i dhënë atij një mburojë më të madhe ushqyese dhe duke lehtësuar kështu edhe komplikacionet. Kosi do të ndihmojë në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Kosi ndihmon në uljen e tensionit të lartë të gjakut dhe mund të sjellë gjithashtu përfitime të duhura për shëndetin. Ndaj edhe ekspertët Healthline këshillojnë vazhdimisht konsumin e kosit të freskët në vaktet tuaja ditore. Kështu ndikimet e tij në organizëm do të jenë më të mëdha, më të fuqishme dhe do të lehtësoni edhe komplikacionet e tyre. Shtimi i kosit në vaktet tuaja mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për të nxitur gjithashtu shëndetin e stomakut. Ndaj përfitoni nga rasti dhe konsumojeni kosin në vaktet tuaja ditore, si një ndihmë mjaft të mirë ushqyese për shëndetin e stomakut. Kulturat e gjalla që gjenden te kosi janë të mira gjithashtu kundër shqetësimeve të konstipacionit dhe problemeve të tretjes. Ndaj edhe përfitimet që do të merrni në këto raste do t'i bëjnë mirë shëndetit tuaj të stomakut. Kosi është i mirë kundër osteoporozës. Brishtësia e kockave mund të vijë gjithashtu edhe si pasojë e ndryshimeve hormonale ose mungesës së vitaminës D dhe të kalciumit. Kosi është i pasur me kalcium dhe konsumi i rregulltitor i tij mund të përmirësojë gjithashtu strukturën tuaj të kockave, të lehtësojë inflamacionet e tyre dhe të sigurojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të imunitetit. Shtimi i kosit në vaktet tuaja ditore do të jetë i mirë gjithashtu edhe për tensionin e lartë. Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit kanë aftësi shumë të mira për të rregulluar kështu tensionin e lartë të gjakut. Ndaj edhe përfshirja e tyre në vaktet tuaja ditore mund të luajë një rol të mirë parandalues kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët Healthline këshillojnë vazhdimisht kosin e freskët si një përzgjedhje të mirë nxitse për organizmin dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ndaj përfitoni nga rasti dhe shtoni kosin në dietën tuaj ditore. Kështu ndikimin e tij në organizëm do ta keni më të fuqishëm. Kosi është i mirë për personat që duan të reduktojnë peshën e tepërt trupore. Kosi është ideal për të kufizuar kaloritë. Ai shuan urinë dhe nepsin për ushqime të tjera të ëmbla. Pasi përthithet kalciumi të kosit ndikon pozitivisht te qelizat tuaja të shëndetshme dhe lehtëson edhe komplikacionet e tij. Ekspertët tregojnë se përfshirja e kosit në vaktet tuaja ditore është e mirë edhe kundër ftohjes. Kur imuniteti është i fortë, do të mposhtni viruset dhe bakteriet. Konsumi të paktën 150 deri në 200 gram kos në ditë mund t'i ofrojë edhe një mbrojtje më të mirë kundër simptomave të ftohjes, gripit ose problemeve me fytyn. Ky produkt përgjithmon shanset e këtyre komplikacioneve. Kosi është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të lëkurës dhe mund të jetë një përzgjedhje fantastike në rigjenerimin e saj dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ekspertët tregojnë një zëri se kosi është i mirë gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të flokëve. Duke u konsumuar brenda sasive të rekomanduara, përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë vërtet mbreslënse për shëndetin dhe lehtësimin e problemeve. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.